ndërtava një zgjedhje ndryshe këtë vit për babagjyshin dhe për të ftuar gjithë fëmijët me vrata. Po, rituali i përvitshëm i babagjyshit përsëri si vjet erdhi në Imar babagjyshi. Menduam që ta sjellim si vjet në një mënyrë tjetër, një formë tjetër, e sollëm nga ajri, vjet e sollëm nga deti. Gjithmonë çdo vit do të ketë surpriza. Kjo është një festë tashmë tradicionale për gjithë Krishtlindjet dhe babagjyshi. Në Imar ne është viti i dytë që po e organizojmë dhe e festojmë dhe sikur se e patë gëzimi i fëmijëve në fytyrat e tyre ishte i qartë. Bashkia e Imarës është gjithmonë e angazhuar për të organizuar jo vetëm festat e fundvitit, por sikur se e kemi thënë vazhdimisht për të organizuar vazhdimisht gjatë gjithë vitit aktivitete për fëmijë dhe aktivitete tjera në funksion të turizmit. Zoti Tavo, vjen nga deti, këtë vit nga ajri, vitin tjetër çfarë pret? E kemi thënë gjithmonë që Imara nuk ka vetëm detin, kështu që do ketë surpriza tjera patjetër. Do të jemi këtu. Faleminderit.